Njerëzit shohin vetëm ndeshjen, goditjet fitoren dhe humbjen, por lufta reale fillon shumë më përpara se në ring. Këtu nuk do flasim vetëm për artet marciale, flasim për disiplinë, frikë, ego, kontrollin dhe mentalitetin që ndërton një luftëtar. Ky është Tirana Sport Academy, ekipi më i fortë i qytetit. Mirë se erdhët në episodin e parë. Sot do të flasim për mentalitetin e një luftëtari dhe se si artet marciale ndryshojnë njerëzit më shumë se sa shumica mendon. Pyetja e parë është: kur ti shikon artet marciale në thelb, çfarë janë? A janë më shumë një formë disipline apo mund të parafrojmë më shumë me luftën? Kur i shikon artet marciale në pikpamje të parë, ato duken si një disiplinë rreth ushtarake, por thellë çdo lëvizje, çdo komand, çdo ushtrim bëhet në të mirë të personit të cili i ushtron këto lëvizje. Aty fitohet kontrolli mbi trupin tuaj, i cili na vën në lëvizje gjymtyrët që ne veprojmë në jetën e përditshme. Ne në artet marciale mundohemi që të kemi më shumë kontroll të trupi jon, të bëjmë lëvizjet akoma më perfekte, më të mira, më precizion dhe të jemi, si thot dhe i madhi Bruce Lee, be like water, të jemi si uji i cili merr formën e enës kur hidhet. Pra, sido që tjetë situata, ne të manovrojmë dhe të jemi sa më vigjilent dhe të përsosur për situatën që kemi përballë. A lind dikush me mentalitet luftëtari apo është diçka që ndërtohet gradualisht përmes presionit dhe kohës? Po, ka njerëz që janë talent për këtë punë, që mund të kenë pak më shumë prirje se shumica, por nëse ti nuk e vazhdon këtë gjë ditë për ditë, të kesh një disiplinë të rregullt, një përkushtim, stërvitje, eksperiencë, nuk mund t'ja dalësh dot. Nuk mjafton vetëm talenti për të bërë një kampion i madh ose për të ecur përpara, por puna e palotshme, sakrifica, vështirësitë dhe mos ta lësh kurrë në mes. A mendon që sot disa njerëz hyjnë në këtë sport për arsye të gabuara? Po, ka shumë njerëz që e shikojnë sportin si diçka të gabuar. Të marr disa shembull, ka njerëz që konfliktohen jashtë dhe vinë në stërvitje për të mësuar disa gjëra të shpejta dhe për të vazhduar konfliktin që e kanë lënë për gjysmë, që kjo është diçka shumë e gabuar, pasi artet marciale janë diçka afatgjate dhe jo të përfitoni nga aftësia që ju fitoni nga këto për t'i përdorur për keqbërje apo për veprime negative. Ka njerëz që tentojnë thjesht se kanë ego të brendshme, mund të bëhen kampionat të mëdhenj brenda një muaj ose 2 muajsh ose brenda një viti, dhe kjo është diçka shumë e gabuar, sepse kjo punë do konsistencë, të ndiqet rregullisht, të investosh dhe t'ja shikosh frytet për një të ardhme të sigurt dhe jo diçka shumë të shpejtë siç mund ta mendojnë shumica e amatorëve ose fillestarëve që janë aty jashtë. Nëse e shikon realisht, a është bërë arti marcial më shumë biznes se sa një disiplinë e pastër? Po, mund të them që ka shumë palestra të cilat përfitojnë nga arti marcial, e përdorin atë në kurrizë të biznesit, pasi çdo gjë e bën me pagesë, mundohen të fitojnë sa më shumë të ardhura sportistëve, duke nxjerrë çdo herë koleksione të reja rrobash, koleksione pajisjesh, shpenzime të panevojshme, dhe kjo bën që të humbasi disiplina, gjë që arti marcial e ka në brendësi dhe mund të bëhet dhe pa kosto fare. Nëse dikush e dashuron me vërtet këtë gjë, do të përmirësohet, është shumë e thjeshtë dhe e lirë për ta bërë.
Nga ajo që ke parë, a është ky një sport që gjithmonë i përmirëson njerëzit në mënyrë të natyrshme, apo varet shumë nga personi që hyn brenda këtij sporti? Ëm, Sporti i përmirëson gjithmonë njerëzit për më mirë, por pyetja e saktë duhet ishte njerëzit mbasi i kalon vullneti dhe dëshira momentale për të kryer artet marciale, sportet luftarake që i ndihmojnë në forcë, në vetëmbrojtje, a e vazhdojnë këtë apo thjesht heqin atë fiksimin e tyre, 1 mujorsh, 2 mujorsh, 5 mujorsh, po si puna shkollës, që të marrësh zanat do të kryesh se s'bën universitetin që zgjat 3 vjet, 5 vjet masteri dhe kjo punë nuk duhet të ndërpritet direkte sa ti mëson gjërat në fillim, por duhet ta ndjekësh në mënyrë të vazhdueshme, sepse ka gjithmonë gjëra për të mësuar, si për fillestarët, si për ne trajnerët me eksperiencë dhe për çdo luftëtar. Po nga eksperienca jote si trajner, ku ndodh transformimi i vërtetë të njeriu, në trup apo më shumë në mënyrën si mendon? Në pamje të parë, të gjithë shikojmë ndryshimin e trupit, por ndryshimi i vërtet qëndron në mendje, pasi ti përballesh ndryshe me frikrat e tua, me momentet ku ti mund të ndihesh i stepur, me lodhjen, e shikon që përveç se fizikisht ti ndryshon dhe konceptin e të menduarit, je më ndryshe përballë situatave të cilat më parë nuk i ke pas përballuar dot, dhe ndryshimi i madh qëndron në mendje, pasi është ajo pjesë e cila ti 100% që e nje vetëm ti, sepse të tjerë shikojnë vetëm pjesën e jashtme, por se si është e vërteta, e di vetëm ti dhe vetja jote. Në një botë parjete sociale, sa nga ata që quhen fightera do kishin të njëjtin reputacion? Ka shumë pak luftëtar të cilët punojnë në heshtje dhe po kushtohen shumë te puna e tyre, por siç është edhe koha sot, fama mbi të gjitha, një luftëtar sa do i Zotit të jetë, nëse nuk ka famë, nëse nuk njihet ose ta ndjekin njerëzit, qoftë për buj, qoftë për shërbitje, qoftë për skandale, nuk ka interes ndeshja dhe do jetë gjithmonë në shifra të vogla. Pra rrjetet sociale kryen një punë shumë të rëndësishme në këtë biznes, në këtë disiplinë, që të bësh një luftë të madhe, po shikojmë luftëtarët më të mëdhenj të botës, gjëja e parë që kërkojnë janë shifrat, sa shifra do shiten, sa shikime do marri dhe sa njerëz kanë kurreshtje për këtë gjë. Pra, rrjetet sociale do të jenë diçka shumë thelbësore në karrierën e çdo luftëtari. Për shembull, kemi ne sportistat tan që janë nga 10 vjeç, 12 vjeç dhe kanë arritur një lloj fame, le ta themi botërore, që marrin komente nga Rusia, Amerika, ndërsa ka kampiona që janë në prime, në kulm të karrierës dhe nuk po i njohim ne, shteti jon, imagjino të dalim përtej Ballkanit, Europës, botës, pra rrjetet sociale, marketingu luan rol të rëndësishëm në këtë kohë që jemi. Po sinqerisht, apo stërviten sot njerëzit për disiplinë apo vetëm për imazh? Po, kjo është pyetja më e drejtë për këtë temë. Njerëzit duhet stërviten përtej kamerave, duhet stërviten përtej syrit të publikut. Kjo rrugë ka shumë vështirësi, ti duhet i kalosh të gjitha këto, sepse neve, siç kemi thënë në fillim, shohim vetëm humbje fitore apo barazim, nuk i shikojmë parapaskena se si kemi arritur deri në këtë moment që jemi këtu. Dhe ajo shikohet kur ti arrin nivelet botërore, që ndeshesh me luftëtarët më të mëdhenj të botës, a je i aftë ose je i denjë për atë kategori. Le të kalojmë pak nga ana emocionale. Në momentet para ndeshjeje, çfarë ndodh realisht në mendjen e një sportisti dhe të trajnerit të vet? Para ndeshje, në mendjen e një sportisti ka shumë zhurma, mbizotron frika se nga humbja, frika nga kundërshtari, si do dalë ndeshja, emocionet, bllokimet, eksperjenca e re, pasi çdo ndeshje është komplet ndryshe nga ndeshjet e tjera.
Ndërsa në mendjen e trajnerit, në mendjen time, unë e di eksaktësisht se si të shkoj komplet nga fillimi deri në përfundim sfida. A është frika diçka që zhduket me kohën, apo thjesht mëson ta vendosësh nën kontroll? Frika mbi zotron gjithmonë, thjesht ne mësojmë ta menaxhojmë atë. A ka një moment ku presioni bëhet më i fortë se përgatitja? Po, ka patur momente të tilla, në varësi të eventit, çdo event ka emocionet e veta, çdo garë është ndryshe nga tjetra, siç e tham, dhe ka shumë ndodhi që mund të ndodhi dhe bllokimi i sportistit, por ne jemi stërvitur për këtë pikë, përveç aktiviteteve fizike, teknikave, strategjive, i japim një kohë të caktuar dhe stërvitjes mendore që të përballojmë çdo situatë, çdo panik të mundshëm dhe të japim versionin më të mirë. Cili është gabimi më i zakonshëm që bëjnë fillestarët? Gabimi më i zakonshëm që bëjnë fillestarët është se i kanë ëndrat shumë të shkurtra. Mendojnë se për një kohë shumë të shkurtër do arrijnë majat e kampionateve botërore, gjë që është e pamundur. Kjo gjë kërkon disiplinë, sakrificë, shumë stërvitje, konsistencë, mos dorëzohesh kurrë. Vetëm në këtë mënyrë mund të arrish të bëhesh një kampion i vërtet, sepse po të ishte e thjeshtë, do ishin bërë të gjithë. Çfarë të mëson ky sport që nuk mund ta marrësh nga asnjë sport tjetër? Benefitet e arteve marciale janë sepse ti po mëson diçka e cila do të hyjë në punë gjatë gjithë jetës tënde. Unë jam dashamirës i çdo sporti në botë, por le të bëjmë një krahasim të vogël, benefitet e arteve marciale në krahasim me benefitet e futbollit. Futbolli me të vërtet mund të ta mbajë trupin në formë, të mëson të kesh një frymarrje më të mirë, të vraposh, të futesh trurin në punë, të shohësh lëvizjet e vogla, ama thjesht aq, ndërsa artet marciale të mësojnë të vetëmbrohesh, të jesh i fortë, të kesh një trup të lidhur, gjë që ty do të duhet gjatë gjithë jetës, sepse të vetëmbrohesh të duhet sikur je 7 vjeç, sikur je 12 vjeç, sikur je 20 vjeç, sikur je 30 vjeç, 50 dhe me radhë. Është diçka që ti e mëson sot, ama e ke për gjithë jetën tënde, disiplinën, vetkontrollin dhe shumë benefite tjera të cilat i kemi përmendur çdo herë që na pyesin për këtë temë. Në një kohë ku fëmijët po rriten mes ekranesh dhe shpërqendrimesh, sa është e rëndësishme që ata të mësojnë disiplinën dhe kontrollin në moshë të vogël? Artet marciale i ndihmojnë fëmijët që të kuptojnë se cilat janë gjërat e vlefshme dhe të pavlefshme për jetën e tyre. Përveç stërvitjes fizike, ato mësojnë ushqimin, cilët janë gjërat më të duhura dhe më të shëndetshme për të ngrënë, mësojnë aktivitetet, se cila gjë duhet të bërë dhe jo, mësojnë reflekset, si t'i shmangin problemet që i dalin gjatë jetës, mësojnë vigjilencën, mësojnë vetëpërqendrimin, dëshirën për të mësuar gjëra të reja, pra fëmijët fokusojnë fokusin e tyre në akademi sot dhe në shkollë nesër, dhe kjo gjë do t'i ndjeki gjatë gjithë jetës. Në fund të ditës, çfarë e ndan realisht një luftëtar nga dikush që thjesht stërvitet? Një luftëtar është shumë grada më lartë se dikush që thjesht stërvitet për pasion, pasi ai përveç aktivitetit fizik stërvit mendjen, vigjilencën, zgjuarsinë, reflekset e vogla, duhet të jetë gjatë gjithë kohës në kontroll të situatës, pasi kur jemi në ring vetëm një shpërqendrim i vogël mund të kthehet në një disaster për ndeshjen tënde, një heqje syrish nga kundërshtari, ai mund të përfitojë dhe mund ta përfundojë ndeshjen brenda 1 sekundi. Ndërsa një sportist i thjeshtë që stërvitet thjesht për aktivitetin fizik, për të mbajtur trupin në formë, e merr stërvitjen më të qetë, më lehtë, stërvitet gradualisht, avash avash, ndërsa një luftëtar është si puna e grabitçarit, që duhet të jetë i përpikt në prenë e tij, sepse një gabim i vogël mund t'i kushtojë atij shumë. Dhe me një fjali të vetme, çfarë duhet të kuptojë dikush para se të hyjë në këtë botë?
po ta them shumë thjesht, në qoftë se dikush vendos të ndryshojë jetën e tij sa t'i bindet të gjitha këtyre rregullave strikte, disiplinës, sakrificës, lodhjes, dhimbjes e tjerë, është si puna e gjarpërit i cili heq lëkurën e tij të vjetër dhe i del lëkura re, lëkura më e fortë, më e mirë, më e bukur. E njëjta gjë ndodh dhe me njeriu kur arrin të vendosi me jetën e tij që do të ndjekë artet marciale dhe sporte luftarake. Ky ishte episodi jon i parë rreth botës tonë të arteve marciale. Gjatë episodeve të tjera do mësojmë shumë sekrete nga kjo botë, shumë kuriozitete të reja për ju, garat që zhvillohen, kampionët që rriten dhe shumë gjëra interesante dhe kaq. Shihemi herës tjetër. Bravo, Dada! Bravo, Dada! Pika.